Mirë, pa humbur kohën, menjëherë po prezantoj Agim Baçin. Mirë se erdhe. Shteti Misi Gjeta. Shumë kënaqësi Gim. Tani jo më kote përmenda këtë pjesën e media sepse ti je goxha i pranishëm në media dhe kjo është gjë mirë. Mirë po, ana tjetër e medaljes është të qenit shkrimtar, që ti e ke pjesë jo vetëm të pasionit tënd të hershëm, por edhe e ke ushtruar, po them, këtë gjë. Dhe njerëzit kam përshtypjen që pak e njohin këtë pjesën e Agim Baçit si shkrimtar. Nëse unë do doja ta njihja pak më shumë dhe unë bëj pjesë të këta që nuk e njoh shumë, po them, po tregojmë sinqert. Nëse unë do doja ta njihja pak pjesën e Agim Baçit si shkrimtar, do kthehesha në vitin e largët 1993. Në mos gaboj atëherë kur ti ke publikuar edhe vëllimin e parë poetik. Jam i saktë apo jo? Po, Ag, vitin 1993. Shumë bukur. Tani sa larg, 32 vite më parë. Çfarë fshihet pas titullit të vëllimit tënd të parë poetik Ag? Po edhe çfarë kujton ajo kombi gjithë? Dhe çfarë kujton ajo kohë? Shko. Ti nuk je student i dhjetorit apo jo? Po. Je student i dhjetorit. Okej. Shiko. Po libri Ag me poezi nuk ka lidhje fare me dhjetorin. Është një libër thjesht i një raport me kam përshtypjen se nuk kam as kopje dhe nuk po gjej dot as kopje të atij libri, domethënë kam pasur një histori, kështu që libri Ag më ka humbur. Ne do ta bëj një pyetje. Laptopi me disa libra më ka humbur disa herë, por duke qenë se the nuk kam asnjë kopje. Cili personi ka dhuruar kopjen e fundit që mban mend, po themi? Po ta mbaja mend, do shkoja te Ameria direkt. Bëjmë thirrje kush e ka Ag, t'ja kthej Agimit. Jam munduar të doksohesha shumë se unë nga që shëtis ke këto bukinistët. Them që kaq shumë e duan që se ka këtu njëri ke bukinistë që ta shisa që ta blija unë. Të blije librin tënd. Për shembull se kam gjetur novelën që kam botuar në 2003 nga Bimet domosdoshme, e kam gjetur edhe e kam blerë ke bukinistët prapë, domethënë se më vazhdo të jemi pak kujdesshëm. Dhe madje këto ditë po gëzohesha se si më kishin rezultuar për shembull 2-3 kopje të librit të Letë Dulqinjës që domethënë edhe ato i majnë shumë rradhë sepse është ribotuar 4 herë. Po një sekondë që ta kuptoj. Po mirë, ti nuk ke një dorë shkrim origjinal të këtyre librave të tu në fletore me Stereo-Labs, nuk e di tash. Se laptop s'kishte atëherë në 93. Edhe po ta kemë shkrimin tim se kuptoj. Unë kam përshtypjen se kam shkrimin të keq në kompjuter. Duke punuar shumë vite gazetar në kompjuter, kemi harruar shkrim me shkrim dorë, domethënë në fakt shkrimi dorës është një dashuri shumë e madhe, me shënime, po kur i kthehem shënimeve them çka kam dashur të them. Po jo boja, vitet bëjnë të vetën pastaj. Jo, shkrimi keq, mund të kemi sifikime sa dush, s'ka boja, s'ka letra, jemi ne. Nuk kemi kujdes, nuk kam ndaj bukur shkrim. Mirë, e kam si shkrim doktor. Po të kthehemi te Agu. Agu është një këmbgulja ime për të dalë në treg me domethënë për të ballafaquar me poezinë. Duket sikur të hapat e derën dhe të thua që edhe po s'e plot libri dhe po s'e ashtu siç e ke menduar, ndërruar shumë i mirë, duhet ta nxjerr sepse t'jep atë lirim pastaj. T'jep të kuptosh përgjithësinë e botimit, përgjithësinë e leximit, ke shkuar te tjetër i e botuar, domethënë dhe është një libër që për hir të vërtetës, pas 30 sa vjetësh, më rikthye poezia shumë dhe kuptova që ai libër kishte ngel brenda meje dhe një pjesë të mirë të poezive që kam rishkruar e kam bazën të ai libër. Dhe unë pothuajse e mbaja mend, domethënë pjesën më të madhe të poezive të ai libri i kam përmendur. I ke përmendur. Dhe nuk do të kërkoj që të rezitosh. Tani që ju i shkruaj, ndjej mirë, sepse duke sikur i bëj më të plota si ato gjërat që sikur ke marrë një herë dikur një skicë dhe tani plotson si pikturë. E vesh po themi.